E ndërsa prej vitesh sistemi i trenave në vendin tonë ka dështuar si pasojë e mos investimeve në këtë fushë, linja e Mallrave nga Durrësi drejt Elbasanit vazhdon të mbahet në këmbë. Janë vetëm 2 vagonë në këtë shërbim, që ende kryejnë këtë itinerar me tren. Kryesisht fermerë të zonës e Elbasanit e përdorin këtë linjë, e cila aktualisht ka vetëm 2 vagonë, si një kujtim të kohës së lavdishme të këtij shërbimi. Por banorët e stacionit të trenit në plazh, ky shërbimi i degraduar është kthyer në një shqetësim. E njohur si zona e Kurullës, banorët e lagjes me numër 13 ankohen se treni nuk i ka më parametrat e sigurisë. Banorët e rrugës Dimitër Kraja thonë se më tepër se sa shërbimi, aktualisht treni me vetëm 2 vagonë vën në rrezik banorët e zonës përreth. Stacioni i trenit plazhit është i katastrofë vërtet. Këtu, nuk është marrë asnjë mas, ka ngelur ashtu, në gjendje të mjerueshme ky stacion. Kur kalon treni këtu është rrezik i madh për makinat që hyjnë e dalin, sepse edhe një person që rrin këtu, një burr i vjetër që rri ul post bllokun këtu, për mua është një rrezik i madh. Po s'u investu aty edhe Afrika i ka më të bukur stacionet. Edhe turistat që vinë këtu, fotografojnë këto gërmadha, s'është vendor, ka vite që s'është vendor. Dikur o shëtinte treni këtu me 15 vagona që të rishin edhe për tregti për gjë, tash është çdo gjë është sikur jemi botë 3 dukemi këtu, jo sikur jemi lagje të Durrësit. Nuk e di jam këtu plusi është dhe rrezik, sepse kalon treni këtu, fillon buria që i bjen ai nga makinat, turistat vinë këtu, filmojnë këto, trenat e vjetër, është i tren që shkon në Elbasan me 2 vagona kot. Kalamajt është rrezik për fëmijë, që kalojnë, që i çojnë nëpër shkolla nëpër kështu. Nuk e di do marri fund kjo zgjidhje këtu, do marri zgjidhje, nuk e kam iden, Unë ju falenderoj si televizion se na keni ardhur disa herë, na keni pa, na keni kërkuar hallet dhe problemet tona edhe shpresojmë që kjo zgjidhet. Me banesa përreth zonës dhe mjaft e frekuentuar, veçanërisht gjatë verës që popullohet me pushues ditor, lagja e stacionit të trenit vetëm emrin ka të tillë, pasi linja e trenit ka kohë që ka degraduar.